Po s'kam qara pa e thonë Albin Serbia se këtë senet me Serbi blin. Argati tynëv. Që ti vjen momenti Albin Kurti veç ka më qu me ti këty me dokumentat Serbijës 100%. Një njeri mi bu zullëm këti venit, shka është të i bon veç Albin Kurti është. Kërkush tjetër. Për 6 vjetët 6 muj, mos me bo aslit mirë, këtë vend mu nuk ka kush i ma hekit mene që ai është direkt argati tynëv dhe veç me dokumentat tynëv, ai ka mu largu dhe me ikpi këti venit. Albini delke lypke atëherë bashkë me vllaznin. Me Serbi, me qëtësi. Ndërso vroj ke Luan Haradina në kofet të hi në armatim Kosovë. Vroj familja jashare këtë lyp të paqe me Serbë. Masa njena në televizin kanë del kundër pavarësisë Kosovës. 2004-2005 kërë ka ndru emrin. Forburri është Albin Kurti, argati kujna është. O, populli dashur, një kisha lut milionin natët. Duhet me ndiku edhe me votu Partinë Demokratike të Kosovës. Sepse na kem projekte, na kryna punë, na nuk e kena rajt kur kërkën. Edhe na kena mojt fjallin popullin tonë, na kena siru popullin tonë, na kena fillu me ndërtu popullin tonë. Edhe na kena bu shtet Kosovën. Sa ka shtru hashim thot që rrug Albin Kurti së një ka rëbo vijat. Qëndrim, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Këtu në zyrën tonë edhe në vendin tonë. Mirë se ka pru zoti. Faleminderit që ke pranu me bëj intervistë bashkë dhe me diskutu nështë për kundër faktit që je shumë i angazhuar është edhe mbyllja e fushatës edhe për kundër gjithë tyre, faleminderit që si njërën asnjëherë media. Po nuk kem asnjë arsye pse më njëru. Nuk kem asnjë arsye. Sepse zoni i çdo njëri do të më shkuën vesh çdo njërit. Dhe nuk ka asnjë arsye sepse Masanina nuk ka demokraci. Qëndrim, na krejtë dina dhe na dëshmitar që je kandidati për deputet më aktiv edhe në fushatën e kalume edhe në këtë fushatë. Qysh po mënesh me ja dojnë, nështë me krejtë këto angazhime edhe prapë se prapë me i perfekcionu nështë atë gjitha? Dëshira madhe për atë dhe, dëshira madhe për një shtetë zhvillum, dëshira madhe për me pas një vend më të mirë se gjitha vendet që ka i kom vizitu. Dëshira madhe me pa Prishtinën më të mirë se Manhattani, më të mirë se Abu Dhabi, më të mirë se Katari, më të mirë se Frankfurti, më të mirë se Bruxelles i ri, se jo i vjetër, se më pëlqen heqë, është si me shku Bruxelles i vjetër, vend lam, po më të mirë se Milano, më të mirë se çdo qytet tjetër i Evropës. Po a mendon që ka më bona herë, se na jena dëshmitar që bota bëjt përpara si me teknologji, si me gjithë shka, ndërkohë që na hala kena probleme bazike, jo veç për Prishtinën, për nashta edhe për qytetet e tjera, për Kosovën, për gjithë. Na hala kena për energji elektrike, për ujë. A mendon që ka më orë kjo që po e krasen edhe me miliardën? Për brenda 4 vjetë, këto puni kisha përfundu. Për brenda 4 vjetë. Qysh i kisha përfundu? Po qysh, po na nuk i dojmë njerës që punojnë. Na pi njërojmë njerës punëtor. Na po merremi me mediat Serbijës që po sponsorizojnë këto plot politikan e njerës ndryshëm. Rast konkret e ki Jeta Gjarrën, sa intervista i ke bu ti personalisht për ajrin në Prishtinë. Jeta Gjarra me intervistat e veta dhe me Albin Kurti na ka nërë kontra globalin. Ke pos rrimin me pagu 80 euro, që po thot qysh, është një investim 1 miliard e 200-300 euro. Sa miliard euro ka pagu Albin Kurti rrim, Serbijës? Së tani po më thëjmë pse bithu Albin Serbia. Po s'kam qara pa e thonë Albin Serbia se këtë senet me Serbi i blin. Argati tynëv. Unë nuk i kisha thonë nësaj kish punu mirë për këtë vend. Po e noli kontra globalin, 1 miliard e 100 euro, bleti rrymë Serbi 2 miliard euro. Aty rrymë për qytetare ke pos 80 euro. Sa dhe blenë rrymen të shpijajnë të pagu 145 deri në 250 euro dimrit. Për biznes është prej 165 deri në 520 euro. Argati kujna është? Veç argati shqiptarijës nuk është. Po përkundër këtij saj, ndoshta edhe fakteve që po i shpalos opozita dhe në këtë rast te, prap Albini po është ai që po i merr ndoshta 50% votave. Pse mendon që ndodh kjo me popullin e Kosovës? Pse votojnë ana Albin Kurtin? Shkurt të shqip. Qëra, Stalini ka lënë fjalë. Mos shoni kush voton, po kush nëmron. O nuk besoj që ka fitu Albini 51%.
po ka qenë neglizhencë ndoshta edhe komisionarëve tonë që nuk i kena rujt. Po kësaj radhën kom kërku ai që më voton më dërgu votën. Edhe me po. Kësaj radhën nuk toleroj më vjedh votën Albin Kurti. Dhe nuk toleroj me vjedh votat Albin Kurti. Sepse Albin Kurtin, kur të rrim shoqni, bisedojmë me shoqni, betohen para Zotit që se kam votu. Këtu është një dreqi madh, është një dreqi mallkum. Nuk më nështë me dalë rregullisht, me thonë jam kaq. E kena toleru edhe se shoqni se na si familje edhe komplet shokët e shokëve të mi edhe shokët e mi që kanë qenë bashkëluftëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës nuk kanë luftu asnjëri me dalë me shkatrua me djeg këtë vend. Po kanë luftu për me sqaru këtë vend edhe sot punojnë për me ndërtu këtë vend. Çfarë punë është të krye Albin Kurti? Çfarë punë ka kryer deri tash? Qa menon ti që ndrem, sikur po thëmë krejt votuesit e vetëvendosit që thojnë e ka çliru veriun, qa menon ti për këtë pjesë? Nuk menoj A ka heq. çliru veriun? Nuk menoj heqën për këtë pjesë. Atave që janë çmendur. Atave që janë budallën. Kosovën e ka shtliru ushtria lirimtare e Kosovës bashkë me Amerikën me 12 qershor 1999. Nuk ka çlirim dytë. Çlirim dytë mujna me qujt marrëveshjen e Ohrit për serbët. Që ka dhënë autonomi dhe pju jep dokumenta që i ki komplet me videot e mia që e kanë dëshmuar serbët, i riu i serbë dhe plot disa të tjerë, me të cilat janë ballafaqur edhe në mënyra tjera, sepse ma kanë pa mikrofonin edhe nuk kanë toleruar me vazhdu inqizimin. Që ata morën dokumenta të reja prej Republikës Serbisë me mbishkrime tjera. Republika Srpska Mitrovica. Çfarë menimi kanë ata për këto? Krejtë rrana që kom qitë Albin Dinarit. Jom shku kom ble me dinar në për këtë venet e Kosovës. Ja, dhe pak që ki qeve dhe ti. I po më kjerët shkojnë live me kamerë, si në Graçanic, si në Çaklavic, si në Labnasel, si në Kamenic, si në Shtërp, si në Brezovic. Do me thonë ke pagu me dinar, me dërko dinar. që Albini edhe shteti Kosovës ka të regu që dinari është largu nga. Po, Albini është një rëndës i madh. Albini po na shitet moralist, është mashtrus. Po na shitet Angela është superhajn. Po të dyja ti ka Albini. Po. Kështu që unë nuk mëj me folë, kur gjithë që ka thot Albini, po unë kam vendosur me qitë këtë palamet, deri në rastin ekskluziv që kam sante, edhe për rastin Dehori. Se për njënin rast Dehori, ata e ka të regu i Sen Berisha dhe në parlament. Unë jam të që ditë me këtë popull, a i ka folë i Sen Berisha, general i Sen Berisha, midis parlamentet, midis foltorës, ka thonë që Arnër Dehorin e ka është edhe ka fitore Pacolli. Midis parlamentet e ka thonë atë deklarat. Edhe nuk ka pas kundër replik, bile një kandidat, një kolegi vetëvendosur që fitore Pacolli e ka thonë, ball mos fal më shumë se mos më bën halomazi. E kam përdorur një farë shprehje, mos e bën më shumë. Edhe çka kam të folën për ta. Prokuroria nuk merr mosa ndaj tij, ndaj saj. Edhe fitore nuk është me thonë Hisini Porran ose Niksi ose Njasi. Do me thonë se kanë deklasu heqë. Jo, ai prapë tha, para një javë. Prapë tha. Që ka me thonë në ty, që ka me të folën në ty për kandidatëve vetëvendosjes? Unë vjen keq se aty janë një pjesë mirë, janë fatkeqësisht një pjesë, fatmirësisht një pjesë mirë, fatkeqësisht janë bashkangjitur me atë listë. Se nuk është që janë aty këtë këshi i mërë në asaj liste, po na do të me punu ma shumë edhe mi tregu edhe mi marrë edhe njerës mirë, mi bashkangjitur në rrethin tonë, edhe Milan atë pjesën tjetër le të shkojnë ku dojnë. Mos e përmendë që ka edhe njerëz të mirë në vetëvendosje. A kina emër sipas teje kush nuk e meriton me qenë vetëvendosje ose? Po nuk e meriton me qenë vetëvendosje djali u Këshin Hotit. Nuk e meriton. Anden Hoti. Së s'deshta me përmend asaj, nuk e meriton. Saj është rrit me Partinë Demokratike të Kosovës. Edhe nuk bën me lakmu shumë pare e me tradhu shokët e babës vet, shokët e idealit. Se komplet shoqënia babës vet e kanë vazhdu atë rrugë për me sqaru vendin. Edhe sot për një pozitë nuk bën me lakmu se parja shkon në vend, po ftyrat mbet. Pastaj ndo profesoreshat Ferizaj që kam dëgju fjalë më të mira për të se më ka interesu kush rrin në atë listë.
e kam mish trajnerin tim, që kom lujt futbol, Bilbil Sokolin, që është pika djalit, është pika profesorit, është një super trajner, është një super legjendë e futbollit. Edhe klubin që kam qenë më herët aty financues Malishehens na dërgojnë Europa League. Edhe tashte na nuk mundna me thonë që aty janë këtë qi, po janë qifti fitore, se qifi të do tjerëve aty, ata nuk bën as në Kosovë me jetu. Na do të më shty në gara politike për projektin më të mirë mja ofru qytetarit. Do të më shty për projektet gjigande, me thonë qërët që ta du me marrë me bo për 4 vjetë. Edhe du me shty me thonë, sigur, që e ke pa rrugë që i ka shtruar Shëntoqi. Ma lirë se me viç vijat e borra mi bo. Në për autoban, e në për rrugë, nuk ka. Edhe vijat sa ka shtruar Shëntoqi rrugë, Albin Kurti së një ka rëbo vijat. Do të të s'ka më rri që ato 2-3.000 kilometra në për këtë rrugë të Kosovës në për fshatra, vija me shtru sa kena shtru në asfalt. A maran me shtru asfalt, a me në gjirozia. Sa kem shtru në asfalt me gjithë vija, si Parti Demokratike, Albin Kurti veç vija nuk ka mujtë me shtru. Që një kjerë veç me more me hes, një njerët i shtran 10 kilometra vija në ditë. Do të të edhe vijat nuk ka ditë. Se ma për mi më bodje na kena po rrugën e kombit. Dere kër i kom dali, kom qitë videot aty edhe kom bo zhurën për ato ata 203 vetë. Unë i kom punëtor që vinë gjdo ditë për i Prizrenit. Pak para zgjedhjeve u largu një pjesë edhe ju, dhe më thonë, të qëfar menimi ti ki për këtë pjesë? Që pak para zgjedhjeve edhe 100 euro, dhe më thonë që i dha për pensionistët, studentët edhe punëtorët e sektorit. E o ka dhonë krejtë? Shumicës edhe nuk i ka ndalë, kam dëgju, do me thonë, po qa menon ti për këtë pjesë? Qata që nuk i ka ndalë me cilin partijen? Ja, që se ke lëmtu dhe këtë rast. Disa familjarëve të me, djemëve të mi, gjithësa gjallarëve, e kanë ditë qenë me PDK-në dhe kanon, për kërë nuk i ka ndalë parët. Si ka ndalë? Nuk i ka ndalë. Nuk i ka ndalë. Edhe ka pletë që është, që si ka ndalë ty nëve? Kur subvencionohet me rrimë? A menon që jena popull që mashtrohemi me pare, për shkak se kepi vjen pak si blerje e votës, për shkak se pak para zgjedhjeve ti po jep do me thonë... Sa blerje po blerje, po në veç që urëroj mos më mashtru për kjo popull me 100 euro, letë kujtohen që ndodhe me 28 djetor, i morën parët me 24-ën, komplet, sa ju erdhë fatura, pse nuk erdhë se fatura rrimës janë me datën 24 gjithë. Pse u shty fatura marrë dhejmet 29-ën 30-ën. As pat punëtora qka? Pse ju erdhën faturat ka 200 euro ma shtrajt, ka 300 euro ma shtrajt. Po rritje do me thonë të frekshme të... Pse ju erdhën faturat për ka 200-300 euro këtë popullit ma shtrajt. Po qëndrim qa menon ti personalisht që po i kemi krejt të probleme, unë që thashë edhe ma heret na jena të full nështë ta për botën që po ecë për para me gjona të tjera, krejt me teknologjie, me AI e këto, kurse na halo vujna për probleme bazike dhe çdo ditë shtrejtojnë çmimet, edhe nuk e marrim forcën me uqun është ta me protestu se me uqun kam për drejtat e tona dhe sene që ndikujnë drejt për drejt në gjepin tonë. Se shprese nuk ka dhro Albin Kurti trive dhe trejave, se ka arë si një shpres, ka mbjell shumë rrana dhe mashtrime, duke thonë këta kanë vjedhë, këta kanë bon, këta kanë vjedhë, këta kanë bon, po me 4 miliard euro sa rruga është punu në Kosovë, sa shkolla që dhe dilën në ato shkolla që keni me shku me votu. Krejt populli Kosovës janë shkolla që ka marrua Shëntoqi, që ka marrua asë një politikan tjetër, asë një. Përveç Prishtinës e Gjakovës që kanë do shkolla shumë a djetra që ndërtu në regjimin Jugoslavijës, për para të Serbijës, të shkolla tjera këtë Kosovë të marru me për Shëntoqit. Do të thotë me 4 miliard euro janë marru krejt që të punë. Me 22 miliard euro që ka po Albin Kurti? Që ka po me 22 miliard euro? Po shumë rrugë të mbetuna për gjysë. Asë, jo për gjysë të kena lonë gjysë na. Jo, në gjysë të kena lonë na. Cëllën e ka lonë gjysë Albini? Cëllën e ka një që i ka me në gjysë Albini? Cëllën rrugë? Se ki asë një rrugë? Rrugën për Gjilane kena lonë gjysë na. Se na ka lonë popli. Ja dha votën atina, dha i nuk e vazhdoj mo. Rrugën për Budijev ka me që aty e ke po për 6 vjetë 2 kilometra 2 herë ka prej Shiriti. Për Mitrovicë. E ka po hymin e vështrijes Shiritin, e mas 3 kilometra prap Shiritin e dytë.
Edhe qaja me njerë, veç aty të munu me rrejt, shkone kështë në gjendin faktike, dhe tu kisha lut, me shku me marrë pamje dhe me bashkangjit kësaj fjallës tem. Pamje për vendet me pa asfaltet që është bërë si flete e flijes. Rrugën për Gjilan e ka marrë me shtru. Komplet ka qitë fletat flijes. Ju ka qu asfaltet për pjetë, 1 cm, 2 cm asfalt. Puna e kemi bat rrugë dhe kushdo që e ka bojti në Urën e vadostit që thë ke kom bo. A ka teste? A e urë. Si ka kalu testet? Nuk i kalu testet. So parja ka shtu rrugës për Besion, shtes. So parja o ka dhonë dëqesave serbe. Jënë 355 milionerë që o ka dhonë komplet organizata vjetë qeveritare. Me 355 milionerë, unë i kisha bu 355 milionerë. Se cili djerë kisha dhonë nga 1 milionerë, që të darë të Kosovës që në kishin orë 3, ose 3, ose student, ose qka do të qoftë, me një projekt me ndërtu një fabrikë. Një fabrikë e arrës, me përpunim të arrës, me mbjellet fidaneve, me gjithë shka nuk shkan mbi 900 njerë. Edhe i punëson 30 vetëm punë që kanë me marrë rrugën minimale 750 euro netë. Plus në korin e sajnë ki plus 50 punëtor që do mi pagu ndoshta për 3 mujtet nga 1.000 euro, punëtor sezonal. Dhe do të ti, për mrena vitit, me taksa që ja jep atina 1 milioner, ti i merr 1 milioner, mrena 2 vitet ti fiton komplet pare që ke dhonë ati qytetarët Kosovës. Do të ti për 1 vjet, për 2 fisha paret. Se vlerat hyp, po Albinin është veç inxhinier kuti, sa e nuk di me llogarit të gjona për me investu me bo diçka të mirë për këtë vend. Se nuk e ka asë një send mirë që ka bo për këtë vend. Kështu që me 350 milionera, 355 milionera, për 2 vjet i kishe pas minimumi 2 miliard euro plus çdo vit, edhe kishe pas mundësi me që të pare me fillu, një adhon se cilit ka 1 milion. Do të për mrena 4 vjetë, aty vish me projekte strategjike, një adhon 3 javë dhe 3 vetë, kosë të venit, studenta që kanë ide, që kanë vizione, që mendojnë për të ardhmen, ka 1 milion euro projekt, me investu ti mrena 2 vjetë, 3 vjetë, i kishe bo minimumi dykon rrëth 5 apo 6 milionera në Kosovë. Nështë ta ishin bo dhe miliardera ata, me ide të tyne. Po, Albin Kurtit i ka hi frika në gjep, edhe këtë parët për do me na që në Serbi. Këtë parët, kur thomë këtë parët, se na ka nalë rrymën për blenë për tynëv. Sot ke komunët me të prodhu dherën 500-600 kW, nuk ti prodhon 500-600 kW, po ti prodhon 150-200, veç sa me qitë tim që atë edhe me thonë që ka që ka mundësi me prodhu. Rryma për kekot është 29 euro, që do të me ditë qytetarët e Kosovës. Na e blejna rrymën tjetër se kekos, po mundet me prodhu, këtë rranë. E qëtë mundet me prodhu, blejna rrymë për Serbijës, me shpjen të tregot, momental, nga 100-120 euro. Do të ka 70 euro në kilowatt ti vjell. Edhe qëfar ideja keni me ta? Qka kanë me thonë qytetarët me ta? Unë po që ditna me ta. Po që ditna kjo farë mlefi që është kriju. Po që ditna me krejt mësusat e Kosovës që është nuk janë që mu distancu me dalë një vajzë me morë në qafë një 10 vjeqare, se nuk e di sa ka qenë. Po, se deshta me u ka pak të kjerë. Me morë në qafë atë vajzë. Me morë në qafë, kur ka me dalë Albin Kurti i barabart në histori me Gjergj Kastriotin. Ka me dalë i barabart me Gjergj Kastriotin në histori Albin Kurti. Veç Gjergji që ka bashku krejt shqiptarët, edhe është mundu me shliru krejt venin, edhe Albin Kurti që ka përqo krejt shqiptarët edhe ka qenë tratari më i madh i kundër shqiptarët. Se nuk ka luftë më sublime së ushtria qëllimtare e Kosovës që prej vitit 1468 që i ka përi një luftë qëllimtare për 500 sa vjetë me shliru një vend. Kur nuk jo nalë lufta qëllimtare në vendin tonë? Prej Skënderbeut e deri te ushtria qëllimtare e Kosovës. Nuk ka pas ushtri më unike që e ka fitu një territor, që e ka shliru Arbrien. Ka fillu me ta shliru Iliridën, ta ka bot gjuhë zërtare, gjuhën Shqipen Maqedoni, që shkoj e prishi me vlenën Albin Kurti. Ti ka fitu të drejtat e shqiptarëve në Preshevë, në Medveç dhe Bujanovc. Që edhe atje tentoj mi prish me disa kopuka, si në Maqedoni si në Login. Që ka prej të pikti njerit. Kjo është i barabart me Gjergj Kastriotin, me Gjergji për të mirë, kjo për të keq. Të
Qëndrim e ceke rastin e vajzës 7 deri në 10 vjeçare, nuk e di moshën saktë dhe tash krejt në rregull nashta nuk i ka ditë çka ka me thonë, po fakti që keshte edhe Ja. Aja ka ditë shumë mirë. Po mu boni përshtypje se nuk kam folë të praktisë. Mësuesi dhe mësusja që ja kanë shkruar tekstin, cili do të qoftë, duhet më arrestu urgjentisht dhe me dërgu në burg. Do të më urgjentisht me arrestu dhe me dërgu në burg ato që ja kam mësuar të vjersh. Urgjentisht. Nëse ka Albin Kurtin bab biologjik, ka drejt me thonë Albin baba. Po nuk ka të drejt me mi shoh familjar që mu kanë vra mu në luft. Nuk ka të drejt me full në gjokun e çdo shqiptarit që është vrap aja për me linë në Kosovë. Nuk ka të drejt me jam su kërkush atë gjuhë të rrejtjes. Për këta të thash, Albin Kurti është i barabart me Skënderbeun, po për të keq. Se kesh ka edhe kryeministër e një vendet donë nesër me më përfacu mu. O kur s'ka me më përfacu heq? Kur? Me sonte kur t'i del dëshmia. E uroj më ardhë prokuroria, mos mu bu servila, e me marrë ato dëshmit, që ka i kena incizu të dëshmitaret që ka qenë burg me Asredarin. Qëndrojmë jetu merë edhe me këtë pjesën e hullumtimeve dhe jetu i shku dhe i më fund. I kom shku dhe i më fund. Du me të pyet pak, sa rrezikshme është për ty ti edhe babi fëmijëve edhe a ndjesh i rrezikum ndonjëherë ndoshta si pasojë fjalëve që apo i thua dhe fakteve që apo i qetë në dritë? Pse rrezikum për fjalët që po i thoma realitetin, po them. Kur nuk mërzina për realitetin. Atë ka rreziku jeta shkurt e shqip ndonjëherë. Po kur hiç s'u ka rreziku jeta edhe s'mendoj që më rrezikohet jeta mu për këtynëve. Më ka kërcënuar direkt Aleksandr Vučići edhe s'ma ka ni për atë punë. Para 2 vjetë pse i kom prezentu komplet krimet e luftës edhe kena dërgu inqizimet, është video inqizimi Aleksandr Vučićit që ka mojt konferencë për media dhe direkt më ka akuzu mu edhe nesh punëtor timin Njersat Shalën që thot drejtori i televizionit ku punon Esati edhe Esati janë duke publiku disa video që janë të rrejshme për sanet që si kena bu na si sërbë. Na nuk janë rrejshme ato asë një heq, ato është genocidi sërbë ndër shqiptarëve. Është genocidi sërbë ndër shqiptarëve, që kanë bo në Kosovë, kanë vra, kanë prej dhe i ka thonë e du të gjallë, po më ndërsa për atar punë heq. Nuk jam nalë asë i herë dhe nuk kam nalë, kur nuk është nalë adhe një ashari. Me luftu, me gra, me thmi, në shpit vetë, po një lirë, unë nuk jem të janë gjitë kërkujna, unë pëftoj vetë prokurorien, personalisht pëtëm, hajde merri provat. E po dalë në vend gjarët pëtëm, që shë ke lanë? E edhe aty në hojnat më lisherë, si kom thonë që kini vjetë 2 milionera për rrimë, që na kini morë qovë për rrimë. Mu vetë mi ka po personalisht 500.000 euro dëmë, që mu ka ndjek me modemat, internetet e me resivera, me gjithë shka. Po që mërzit, i kom pagu, i kom blej ata resivera, e kom thonë njerëzve, e edhe kom thonë zoti është naltë, vjen dita kur kanë mi pagu. Qëndrem... Shto që nuk kam nevojë, se në me emër, me mbjemër, e thëmë edhe nuk i frigu në asë kujtë. Se nuk jam gjesë. Nuk jam gjesë, ja thom realitetin. Jam i mrekullueshëm me të mirën, po jam shumë i keq me të keqin. Prej që jam lind, jam rrit, jam mësu, me respektu, jo një herë, po 10 herë të mirën, edhe me nderu edhe me mirë kuptu 100 herë të mirën. Po të keqin, ja thom ftyrë, pa më frigu syni pe askujna. Se i keqit dohet me meritu fenin ku e ka. Dhe jo me dale me na morë në qafë edhe me na pru ku na kam pru. Me rana, me mashtrime se mi pos 51%, edhe mos me konë në gjendje, uas edhe sot zitë e thunit, mu morë me një hajni që i ardhë ka uzë të hajnijës, mu morë me një krim që i ardhë ka uzë të krimit. Po këta e në psikopata. Ka ndodhë 7 në Kosovë, 22 nimet motra tona, rrëth 10.000 meshkujve, që ka ndodhë, edhe nuk është shku asë njone dëshmitarë në hakë për dërmi Miloševićit. I ke posë veç 200 dëshmitarë. Po e kena nënshkru gjykatën kushtetuese si partia, edhe na i kena përkra për me nënshkru, si shoqëni, për një arsye, se shtëpia e verdhë kur s'ka ekzistu. Se në sotë shtëpies verdhë ka fillu gjykata kushtetuese. Po e kena thonë nënshkru në edhe votoni se nuk ka kur gjë shtëpia e verdhë, se do të me la ftyre njëri. Do të me tregu që s'kem bo kur gjë.
Po zullumi kena po Serbijës, po jo shqiptarëve. Se kem largu Serbia për këtë venit. Se që ta 17.000 shqiptarë që në dhënë që ka dhënë Serbia, jo tjetër kush. Që ato femët që në dhënu për Serbëve, jo për shqiptarëve. Po zullumi kena po Serbëve, po jo shqiptarëve. Jo shqiptarëve. Del thot nga e Kaçanikit atje, ma ka prej viqin, ma ka prej lopën, kush ushtarit malë që kom të ja shqiru venin a i me dalim me tu i lirë. Që e çfarë dëshmije kena pos. Jam veç bukër dhe keme klavat. Ma kam pas i nati u që këja. Po i nati pas kam pas u që këja. Në ta. Që veshaj me kravat. Po këtu e në marrina, për 260 dëshmitar të rajshë më shku atje për letra. Në Malisheve kom taku një në Strazub. U shku në kanal me tu. Ka dëshmu rajshëm, vetëm i marrë dokumentat e kanalës. Vetëm. Qësi kena pas me qindra. Me qindra. Për interesa personale, veç me fitu letrat, edhe këta tjerë që ndalë qiftit donike se plët dhe tjerëve, të bo lama pas një fakt. Ta është i herë thët, herë kam, herë s'kam fakte. Jo kam dëshmu, s'kam dëshmu. Këtë bërë këtu jenë matra pas loqe, po nuk e di, unë uroj mu qëtësu kjo popull, uroj mu këthy nutë zotit kjo popull, uroj Milani natët, mi thonë stëb këti budalaki, mos por është budalak, se kur të nalet kjo budalak, nalet edhe kriza. Se ka fillu më bo edhe krizë mendore, përveç krizës ekonomike. E kjo është ma e keqe, budalaki dhe kriza mendore. Se kjo shtenë në depresion të thellë. Kjo nuk nalet me ta ndëgju projektin, idenë që e ki. Nuk nalet me ta ndëgju një të mirë që e ki për këtë vend, po nalet të shikua dhe të po sajnë tjera që nuk kanë të bëjmë me ty. Del, mashtrusi, zullumqari Kosovës, Albini, thot, shkoni mërë një thot projektet e tyneve. Sa ta kanë në dhonë, unë s'kom dhonë. Qështë erdhën për shtetë mërë ti? Qështë erdhën për shtetë? Kjo thonë ka me kry rrugën për të tovë. Veç që ke qele ke njës, nuk e ke kry rrugën për të tovë. Kjo thonë ka me regullu trenin për Maqedoni. Je shkuj ke lanë shqinat në gjystë. Kjo thonë ka me vazhdu autostradën e Gjilanit, e ke lanë në gjystë. Kjo thonë ka me përfundu rrugën për Podijev, e ke lanë në gjystë. Kjo thonë ka me përfundu rrugën për Mitrovic, e ke lanë në gjystë. Këtë gjirimet janë, edhe del edhe rranë. Thotë s'kom thonë në asë një projekt. E ku janë parët, bro? E ku janë parët, si pas teje? Parët janë në Serbi. Në Serbi? Po, në Serbi janë. Krejtë rrimi ka vli Albini. Parët janë në Serbi. Merë atë i ketronin, hajde kalkulim bashkë, qërë ku janë parët. 22 miliardi ka posë komplet, parafërsisht 23 miliard. Me atë falë qeverisjen e LDK-s 25 miliard shko bugjeti, rrët 25 miliard. Bëne për 6 vjetë e 6 muj pagat e komplet policijës, shëndetësijës, administratës Kosovës, do të të kinë ka 1 miliard euro, 6 vjetë, 6 miliard, që 7 miliona. 25 minus 7-18 miliard. Ka zëmë ti mu që ta shkujen 18 miliard, se rogat i pagujtën. A janë orgë? S'janë. Ku janë? Po që me ndonë ti për këtë pjesën që senata Po në menoj si këta janë hojnat të akreditum. Jo, janë perfekcionum, janë hojnat perfekt. Ka njerë që për shambull thojnë që Albini nuk ka vjedh edhe për që ata është ma i mirë se këta tjerë. Unë ty dishta me të pyqa... Nësë s'ka vjedh Albini, nësë s'ka vjedh Albin Kurti, a ka vjedh gruja tina? A nuk quhet aje bashkë vjedhja? E kom fjollin për qytetarë që më ndojnë... Por shta po tëmë? Qëllër po të ma, Albini është i poqë. Gruja tina është e poqë. Ku është sot gruja Albin Kurtit? Ajo që jeton heshë në Kosovë, do më thonë jeton në Norvegji, nëse se ka... Në Beograd. Beograd? Pas ka adresën e ka bume. Në Beograd jeton. E ka biznesin e vetë në Beograd. Që punon në rrimë. Gruja Albin Kurtit jeton në Beograd e ka biznesin që punon me energji në Beograd. I ki mediat e Beogradit që kanë thonë, gruja zonja Kurti jeton në Beograd. Se këmë thonë me po, e thonë këtë mediat e Beogradit. Aja ka biznes të rrymës që punon, jeton dhe vepron në Beograd. Ku është qika Albin Kurtit? Pse nuk po rritet aje me neve këto? Pse nuk po nole për full menës dikush? Qka ka Albin Kurti në Kosovë?
A rritë që i kene vetë që të në shoqënime neve? A ka nëj pasonit vetën që të që do të më kujdes me thonë s'kam ku shkoj edhe që kjo është e jamja? Nuk ka. Si ti vjen moment e Albin Kurti, veç ka më qu me ti këty me dokumentat Serbijës, 100%, s'ka kur që ma hekit mene mu. Me dokumentat? Po, s'ka kur që ma hekit mene mu, se një njeri mi bu zullëm këti venit, shka është të i bon veç Albin Kurti është. Kërkush tjetër. Por 6 vjetë, 6 muj, mos me po, aslit mirë, këtë ven mu nuk ka kur që ma hekit mene që ai është direkt argati tynëve dhe veç me dokumentat tynëve, ai ka mu largu edhe me ikpi këti venit. Nuk ka kush. Në 97-ën ai ka qelë lëvizjen vetëvenduse, e ka hop. 97-ën ka kërku bashkim vllaznim me Serbë. Ka kërku me bashkjetu na me Serbë, ka kërku mos me pos luftë na me Serbë. E ka pos emrin kanë për këtë ata që kanë më shoh. Dhe të hindet ta hulumtojnë, si janë faktet, janë dokumentat. Është i vetmi në kërejt protestat që janë organizuar studentave, që s'u ka nol Albin Kurti, që s'ka mujt me nol, ka qenë me flok si femën, treta. Si sarë ka dalë protesta, veç e kanë shti dorën të flokt, sërbët, edhe kanë mojt kishe për mojna lidhë. Kërejt studentat tjerë zhajk i kanë ngrejt, i kanë rej, i kanë maltretu. Veç ka mos me maltretu policia, se kanë pos letra dhe kanë thonën që a i ka flok të rrita si femën. Mos e prekni, mos e ngosni. Edhe këtë shije gjithë kanë veç e kanë qitë dorë për masë edhe një dorë në flok që mos me la mërzu. A këtë studentat tjerë zhajk i kanë ngrejt në për veganije, në për arbri që tu e. Qëtu kom qenë 10 vjeçarim, ka 11, me gazetën të fotokopja Flori. Jënë konë me Riko më falë, Riko. Me ata djemë, të natën e kom shpërndohë gazetën shtërimi në për Prishtinë. Të natën, është një kushtrimi, janë ata, komplet ata familja e këty në Trikës. E këna shpërndohë, ka qenë një besar taqë që kom pasë, klasa i jetëjkit e ta në shpe, dhe me ta regullisht e këna shpërndohë në për Prishtinë pankartat e studentëve. Se neve si të ri që nga konë si 10 vjeçar, 11 vjeçar, që jam mu shumë syni nga Serbëve që jina të bu dishka, kishe jina në shkollë, gjithë. Edhe në qondën plata kena pas, me besartën edhe me kushtrim e ka pas. Kushtrim. Regullisht këtë Prishtinin nga dali kena shpërnda pankartat. Se neve s'ta ngutëshin. Se si të mina delë shumë, hetë shumë. Edhe nuk nga nalke, se nuk dyshoj ke kërkush neve treve. Qëndrim... Albini delke lyp ke atë herë bashkim vllaznim. Me Serbi? Me Serbi, me qëtësi. Ndërso vroj ke Luan Haradina në kofet të hi në armatim Kosovë. Vroj familja Jashare këtë lyp të pace me Serbë. Që kjo është Albin Kurti? Mas luftës, ka dole se harrova, në Burg ja bojnë një intervist ekskluzive ku i na dhe deri thot ministrit punëve të menshëm Shilegojnë. Cile shqiptarë bre ka jetu kër i ka thonë dikush më Shilegojnë? Cile shqiptarë? Ka në shqiptarë që ka jetu kër i ka thonë mbëllë gojna? S'ka asë një. Do më thë Albin Kurti i thot dikujt të mbëllë gojnë? Albini i thot ministrit. Është një gjizimi aty. Është e faktume i thot ministrit edhe komandantit policijës. Thot mbëllë gojnë thot se unë jem këtu. Tu fol, s'ki drejt i manal mu të shprejonin. Edhe pështan pa hongra si rrej. Mas luftës thot, po se fokusonin në lirimin tem, po në punën tem. Këtë kallëzën që nuk është në Terezi. Kallëzën që nuk është në Terezi. Masa njena me levizjen kanë derë këndër pavarësijës Kosovës, 2004-2005, kërja ka ndru emrin. Që që ka emrin e i Serbi që ka vazhdu punën me të, që ka dhënë në statusin e herojit. Ivanovića, që që ka, Olivera, që që ka. Albin Kurti ka vazhdu me të. Qëfar burri është Albin Kurti? Argati kujna është. O, populli dashur, një kisha lut milionin natët. I kisha lut milion hatër mbetjet. Kisha lut milion hatër mbetjet. Është një test për popullin shqiptar sa e dojnë ushtrinë selimtare të Kosovës, se sa e dojnë pavarësinë e Kosovës. Le të mojnë për fjale, Se nëse vazhdojnë me votu Albin Kurtin, me na dërgu prej krizën në krizë, le të përgatiten shlirë për zbërjen e Kosovës. Eurodeputatit gjerman ka thonë qartë dhe shkurt, nëse lirojmë grupin e qëllimtarëve në Hag, do të fitoj partia tynëve. Nëse do t'i denojmë, do të ketë razira. Kështu që vendimin duhet ta shtymë. Me 20 korrek.
Dhe unë mendoj nëse s'do të kem prap qeverisë ose fitore të Partisë Demokratike dhe të njerëzve të Partisë Demokratike të Kosovës, unë besoj prap që ata kanë me shty vendimin deri në dhjetor, deri në zgjedhjet e planifikume të Albin Kurtit, që ka planifikuar se ai ka thonë kena më shku në zgjedhjen në tetor. Dhe unë besoj që kena më shku në zgjedhjet prapë në tetor. O shumë e lëshme kjo edhe për qytetarët edhe, po qa pret tipi këty në zgjedhjeve, qa pret diçka ndryshe, Unë besoj në inteligjencën e shkak se edhe këtu besoj, edhe nuk kushtojnë kur çdo zgjedhjet, se kjo rran është. Buxheti është 5 miliard viti. Nuk është as 1% zgjedhjet. Nuk duhet më fokusu të zgjedhjet. Do të më fokusu të 5 miliard që ku po jetë, të nderat një burimor, ku po jesin. Ka kallëzu tha kena pas vjeta subvencion bëjtësi 400 milion euro. So pare ke ble specat, so ke ble domatët. Qa ke bleti me qa ka subvencionu me 400 milion euro? Disojnë 400 milion euro. Jënë ka 30 e dishka milion euro që i bjenë për të sakë se del shona i kosh aty. 400 pjestu për 12 muj, 33 milion euro i bjenë mujë subvencion. Pjestu për 30 dit, ka 1 milion e 100 euro ditën subvencion. Albin Kurti. 1 milion e 100 euro ditën. Qa ke subvencionu me 1 milion euro? Me 1 milion euro i bjenë për qytetarët Kosovës 1 euro në ditë. Se 1 milion e dishka jem Kosovë aktiv. Ka 1 euro në ditë nga ka subvencionu. Qka? Bukën për 30 centve me nga bu 60 cent, shëqerin prej 50 centve 1 euro, vajnë prej 1 euro në 2 euro, që kjo është subvenciona? Naftin që e këmë zonë të vjetë 40 cent litera, o rrime që nga kishtë trejtu është subvenciona? Qa nga kishtë subvencionu, qa nga kishtë liruar, ku janë ato 400 milion euro? Me gojtë vetë e thanë televizionin e vetë, kanal vetëshën, so ato e kam ble Albini, shokët e Albinit e kam bli bashkë me ta. Qka hajtë kalëzën? Qa ki bu me 400 milion euro? A djenë të nejsen? 355 milion euro dhe qezave serbe. Hajtë tjetër. Ligjin me mush Kosovën me serbë. Ty nesër kanë me të vëllë serbesh që sajde. Ka me të mush se kanë me tik gjinja se më nuk dalin më vra. Ti me hek më vaki dhe 500-600 vjetë dhe kur vjen një gjenerat me shiru dhe njerë këtë vend. E për çka? Për një budallak edhe një dhënim të popullit që nuk mëj me kuptu në ato. A më në shti me fjallë të tua, pse është nda populli kështu? Jo ndësh për në shumë pjesë. Do me thonë, asë nuk kemi të bashku, mjena në gjendje nështë ta me u se tjetëri është me X partin, pse me nëmë s'kanë më vramo për parti, që si e nuk kanë më vramo për parti, se nuk ka budallë kërkush më vramo për parti, asë nuk ka me shku me vjetë vota ma kërkush se burgin kime majtë vetë, po problemi është si venit do të më ndërtu e me hecë për para, se për më vra nuk ka më vra kërkush, po venit do të më ndërtu e më zhvillu e me hecë për para, dhe jo më bëha i gare me ven. Te vetë po thupë se s'po hecëm nga për para. Në halos kena universitet të teknologjijës. Ja kom dërgu një shkres dje. Ja kom dërgu Komunës Prishtinës, kretaret për parim Rama, grupeve parlamentare të gjitha partive dhe për esmi po aty se për Partisë Demokratike ka marrë aprovimin që do e votojnë për esmi po këta patriotat me bateria. A kanë me votu atë ligja jo. Për rikthimin e pronës universitare studentave të Prishtinës. Se kam punu 3 vjetë me ekipin më të mirë në botë avokatëve, që i kam zerë të gjitha dokumentet, kam shpenzu qindra mira euro për atë punë, me nëzirë komplet edhe me shku e me nëzirë atë provë mja këthy Universitetit të Prishtinës. Që ka bo kërkush 26 vjetë, e kam bo vetë personalisht. Por të hirë studentave, për hirë mos me post luft në edhe njëherë, në Kosovë. Për qatë punë? Për duhet dhe një me 2 fjallë tua, një dalim mes Albin Kurtit edhe Hashim Thaçit. Shumë thjeshtë. Shkon në Kaçanik e ki dalimin. Në Alënur bënë një selfie dhe shkon në Saradran bënë një selfie. Këqërë cila puna ma e mire e zonjonit.
që dallimin mes Hashimit edhe Albinit. Albinit ta marrën 1 ur për bicikla, që të kushton me miliardë euro, e Hashimit ta marrën 1 ur që ta merr lakmi këtë bota. Plus, Hashim thotë që është i barabartë për të mirë me Gjergj Kastriotin, e Albini është i barabartë me Sultan Muratin e Turqisë. Sa e ka luftu popullin shqiptar, edhe Albini është të luftu popullin shqiptar. E Gjergji e ka shtjeru popullin shqiptar, qysh e ka shtjeru Hashimi. Që kjo është dallimi i tyre. Të ndrem na diskutum këgja shumë tema dhe ka shumë derë dhe knatësi me diskutu me ty, po në pikat shkurta kush je ti për ata që se din? Për shkak se te ke thoni fjalë që s'po du me kandidu për deputet për më bo milioner, se unë e milioner jam pare të kam. Kështu që kush je ti dhe qa kime bo ndryshën? Po e kom thonën ato ndë vene se kaj po menojnë kush më shko më bu deputet për bëhet milioner. Unë e kom linë familjet milionerave. Që e din krejt Kosova dhe krejt Shqiptaria për jarën e familjes temë. Nuk kam nevoj për pare. Kam nevoj me pas shokët e mi që më kanë ikë në Evropë në vend temin këtu. Kam nevoj Ismail Vukshën, që është për doktorave më të mirë të zemrës në Londër sot në Amerikë të punu, me pas në Prishtinë mi kontrolu vllazët e mi. Këto që po s'muan e kanë probleme me zemrë. Kam nevoj me pasën edhe plot shokë tjerë, që sot janë më të suksesshme do për botë, me zhvillu venin tonë Kosovën. Dhe jo me ndërtu venet e huja. Sa atje nuk ta di kërkush për nder. Atje ki mu pagu për rrogë. E këto e ki edhe rrogën edhe nderin. Pse mos mja u kriju kushtet më të mira aty në. Unë jam të hi me bo liçenin e Drinit, të ura Kramoviket në Klinë. Jam të hi me bo liçenin e Rrugovës, më bjesht Rrugovës atje nalt. Me bo sikur komonën e Shqipërisë, një vend më të bukur se komonën e Shqipërisë. Jam të hi me bo liçenin e Anamorovës, të Gryka Kaçanikut, se Gjilanin e kena ende pa ujtë pijes, Frizojnë ende e kena pa ujtë pijes, Vitien ende e kena pa ujtë pijes. Unë jam të hi me ndërtu këtë vend, mi dhonë ti popullet ujë, me hongër me pi, mu shpërla, mu la, me jetu ma mirë se në çdo vend të botës. Unë nuk kam nevojë për rrogë, se i kam 7 rrogë në bizneset e mija në Kosovë dhe një rrogë e kam biznesit përbashkëm familjarë në Evropë e në Amerikë që e kemë. Plus një rrogë një biznesit tjetër që kam në Gjermani. Nuk kam nevojë për pare. Unë jam të ballafaqu edhe direkt e godit problemet veç që s'manin heq. Se prapi vazhdoj punën teme dhe nuk mërzitna. E pjesa ma e madhe nuk gëzojnë se nashta e kanë punën e deputetit rrogë me majtë familjen. Edhe hinë borgje, kredia edhe nesër mas nesër quat qëtë edhe hec. Shkojnë edhe këtë jeta shkatrohet. Unë mu s'punët më shkatru jeta heq, se i kam të natë mirat e Zotit, jam të mundu me zhvillu e me ndërtu këtë vend për të mirën e kësaj rinie. Se kena pas venin me numrin më të madh të rive në Kosovë, sot e kena me numrin venin me numrin më të vogël të rinjes. Fatkeqësisht unë jam për ditë nga për terena dhe shoh se krejt fshatrat e Kosovës janë braktisur, në rini nuk i mona për fshatra. Po është sikur ai filmi horror. Kështu që është shumë e frikshme dhe shumë e dhëmshme në njëjtën. Po është e frikshme dhe dhëmshme. Po çka kime bë ti për me i mbajt rinin këtu? E kam fjalën nëse. Jo me mojt këtu. Edhe ata me. Jo me mojt këtu. Po monëm shlirë për fjale. O qatë se kanë që t'jem në parlament. O me qef, o me hatër, kanë me votu ligjin e gazit Amerikanë. Me kry marrëveshjen. Se kena 15 triliard tonelata qymër që bëhet gazifikimi. Kena me morë 20 miliard euro me çmimet aktuale të tregut. E me 20 miliard euro vjen 2 miliard euro me pas shpenzime, me shpenzuti për këtë mirat e Kosovës. E me 2 miliard euro të i bjen se të shqiptarë mi thonë që homere ka 100 miliard pa pare. Falë, bë qka dush. Pse s'kthejen këtu, të kthejen krejt. Po ato të mira do të mi morë me këthy në biznes e mi 10 fishu. E me marrëm i bashku këtë rojët shqiptare. E jo që kom i nalë të këto, po kom i këthy edhe ata që janë shku këto. Kom i shti edhe shqiptarë në Turki që në kanë shku që sa vjetë atje, edhe se kanë asni të drejt në Turki me folë Shqip janë rrët 22 milion shqiptarë. A na këto me një mahallë Prizren, ja lojnë atje gjuhën me folë qështë kanë qef. Edhe këtë do të tëtë, ata që janë shku këtë kom i këthy këto. Një për një kom i këthy këto.
Edhe te ke bo me disa raste të Po e kom bo se 15% stafit sakt e kam të këthym prej Evropës. I kam njerës që kam punu në Evropë, i kam këthy këto. Edhe në 85% popullet kam e ta këthy këto. Po fillimisht për me këthy ata këto, do të me ndiku edhe me votu Partinë Demokratike të Kosovës. Sepse na kem projekte, na kryna punë, na nuk e kena rajt kur kërkën. Kur nuk na ka arrestu as një njeri ju një partisë tonë për korupcion. As një heq. As një heq, kur heq. As një nuk është arrestu ju një për korupcion, për vjedhje, për shantosh krejt rana, kanë qenë krejt mashtrime, kanë qenë vishme në shkatru. As një nuk është arrestu, kur heq. Edhe ne kena mojtë fjallin popullit tonë, ne kena siru popullin tonë, ne kena fillu me ndërtu popullin tonë. Edhe ne kena bu shtetë Kosovën. Ne kena bu shtetë Kosovën, nuk e ka bu asë kusht tjetër. Se para se me dekë rëgova, thëke po shkaj po flasë me Serbit të i Amerikanëve. Ta shpallëm nga pavarësien. Ata i thëshin një pavarësien, ka me shpalla shimta që si na morë vesh në rëmbujeme ta. Që ti kime konë lidere që kime shpallë pavarësien e Kosovës. Deri këtu e kina posi note na. Këtu na ka vazhdu i note. Krejt vrosjet politike të LDK-s kanë emër dhe kanë bjemër se kush i ka vro, edhe thëshin ju, asë një nuk o doli juni. Asë një kurrit se doli juni. Do të thot na e kena zhvillu, ndërtu edhe zbukëru këtë vend. Ja kena dhonë që po thot një shak, po banajgare, ja kena dhonë Albin Kurtin një gjiklos me 0-0, edhe atë gjiklos e ka pru në fiq. Albini, se s'ka dit migra. Se mësu me kera me kalit të hec kom, s'ka dit migra, edhe ka prish gjiklosën. Se ka morë venin me budget të gatshëm, me projektet përfundume. Projektet kanë qenë përfundime si për pjesa tjetër, asë një nuk e ka përfundu që 6 vjetë. O thëmi me të linë para 6 vjetët sot të fillën të hecë shkojnë klasë pare. Veç to do të me menu njerëzit. Fëmija nëse të ka linë para 6 vjetët, kur të ka orë Albini për shtetë, sot shkojnë klasë pare. Qka ke bo, të te ke rrit një thëmi 6 vjeçar, Albini së në ka bo një rrugë 6 kilometra. Një rrugë se ka 6 kilometra, veç ato të Mitrovicës se ka 2 kilometra që ka prej 2 shiritin. Se ka asë një rrugë tjetër që ka shtru. Edhe 60 vjetë ymër mja dhe në këtina, këj veç ka me nga përqa në 60 pjesë me zveti. A kur s'ka me përnu kur gjë. Më dhimen aty që janë dhe njerës të mirë, kontribut dhënca edhe për vend edhe për gjithë shka në vetë vendosje, po janë me liderën e gabun. E njerës të duar edhe vizionartë, edhe punëtorët, edhe në zhvillus të këti vendet janë Partinë Demokratike. Nuk janë asë një parti tjetër. Janë veç të na të në lojet që qëjnë vendin për para. Se mos me pas konë qështu, nuk e kishëm qeru këtë vend, edhe nuk ishë bo kur Kosova shtetë. Një arsyet vetë me pse do të me votu që ndrejm krezi jonë. Ti thash 1 milion arsye. Një që ta që po të vjenë. Ti thash 1 milion arsye. Ti thash 1 milion arsye se veç marrëveshjen e gazifikimit Amerikan, kretë rinjën Kosovë ka me këthy, edhe ka me fillu me rikëthy dhe troje tjera shqiptarë me folë Shqip. Që si kemë. Qëndrem, të falendrej shumë edhe na falë që t'kina marrë kohë, po për fund për du edhe diçka krejt fundit. Ti e botash edhe ftyrë publike normalisht, edhe jetu ro prej edhe komenteve edhe këtyne gjanave, apo të pengën diçka, ose nështë naj komenta diçka që s'ka të bëj për shkak se ti po fletë edhe njerës mundën më kap në gjana tjera, kishe dho një mesazh për ata që na shikujnë edhe Qa kom nga dhonë me mesazh për ta? Apo të pengon diçka shkurt të Nuk shqip? më pengon absolut kur gjë. Asnjë gjë, Asnjë as ata gjë. që të shojnë, as ata Po që... jo mëre çfarë se nuk jam unë baba e ty në mi eduku ata. Nuk jam unë baba e ty në mi eduku ata. Nuk jam unë prindi ty në mi eduku ata. Kur s'kam rri mi eduku familja vetë, me konë njerëz të edukum, me konë njerëz sinqert, me konë njerëz që dojnë këtë vend, me konë njerëz punëtor për këtë vend, unë nuk mi eduku, nuk mi marrë me shtinë klasë parë për fillimit me mësu çka është e mirë dhe çka është e keqe. Nëse një njeri nuk e di çka është e mirë dhe çka është e keqe, për mua është budall. Nuk ka nevojë, mua ata që më shojnë, unë e di që 95% e vetëvendosjes që janë sot në vetëvendosje nuk më shojnë. Nuk më shojnë. Më shojnë edhe ata që i pagunë Albin Kurti me më shoh.
Se edhe ata e bojnë atë punë për nevojë. Edhe i ftoj publikisht, le të vinë rrogën që aja jap Albinën, ja jap 2 fish, edhe veç mos t'i shoj njerëzit. Se sot ka Albin Kurti njerëz me pagu për me dalë me shoh, njerëzën e kam parë me pagu 2 fishin aty në për mos me dalë me shoh. Se Albini i shtim me parë me shoh, ata bashkë me Dionën. Kështu që ata e bojnë për një nevojë se s'kan ku me marrë parë. Le të vinë, le të më thirrën shtirën telefon edhe le të vinë ja nisin punës me një herë, veç me bë punë të mira, vepra të mira, edhe 2 fishin që jep Albini unë ja jap veç mos me shoh. Se nuk më shohin mu popullit Vendosjes. Më shohin njerëz të paguam për Albin Kurti. Dhe nështë edhe nuk jenë shqiptar heq. Që unë besoj se jenë shqiptar heq. Por që ta nuk merra me ta heq. Se mu nuk më shohin shqiptarët, më shohin serbët. E ata kur të më shohin në gëzona. Se di që pja u prishi të rezien. Kështu që unë jam i lumtur që më shohin ata që nuk jenë shqiptar për jenë serbë. Se sot i kallaj e ki, me translate, shkruj që ka dush, bën që ka dush, henja hekni, shkronje. Kështu që nuk jenë shqiptar ata që më shohin. Cilën të jesh me këshur krejt fejkjen. Krejt janë kopila edhe kopuka të Albin Kurtit që i pagu në Serbi për më në shoh. Nuk janë popull shqiptar ata. Asë njëherë. Popull shqiptar ka me të regu edhe njëherë një rrisë lirim mas 27 vjetë në 7 qershore. I bjen faktikisht 5 ditë para çlirimit para 27 vjetëve. Kështu që unë jam i lumtur që ka me fillu edhe ka me fitu Partia Demokratike e Kosovës dhe ka me fitu bindshëm. Bindshëm për krejt herave tjera. Ka me fitu shumë bindshëm. Edhe kemi bo koalicionin me parti tjera edhe me fillu e me ndërtu këtë vend edhe me vazhdu. Për para me mendu e jo më marrë me i gjëtësi. Edhe një mesazh këtë fundit për UÇK-n. Për shkak se ti je për ditë ndoshta me njerëz që me veteranë dhe njerëz që kanë përjetuar luftë. Unë nuk kam mesazh për UÇK-n. Shteti a ka bë mjaftueshëm shteti i Kosovës? Ka bë mjaftueshëm, ka mujt me bë më mirë, po nuk kam mesazh për UÇK-n. Kam mesazh për ata që e shohin UÇK-n. Sot UÇK-ja ka përfundu luftën e vet. Sot UÇK-ja është vetë Partia Demokratike e Kosovës, është vetë shteti i Kosovës. ADN-ja e UÇK-s është Partia Demokratike e Kosovës. Kështu që nëse ti e shoh UÇK-n, ti e të shoh babën edhe nonën tënde. A shoh baba dhe nona që ta kanë për lirinë ty, nuk shohet. Po unë kam përësien milionat e natët, milionit gjëtësit, milion budallakit, edhe më këthy mund zotët, edhe varrimet kena me kry bashk, dashmat kena me kry bashk, edhe nuk bën me vazhdu në atë përqap, nuk kem nevoj për një Gjevat Kryezio dytë, nuk kem nevoj për një Don Lush Gjergji dytë, nuk kem nevoj për një Anton Qet dytë, se nuk e kem një Adem Grabovs me fillu atë pajtim. Se Adem Grabovsi ka qenë fillestari pajtimeve gjaqeve. Ka qenë edhe themelusi të DKS, Ademi. Kështu që na nuk kem masi njerëz me fillu, s'kem nevoj me pas. Na kem nevoj me kry këto projekte që ti tash ma heret. Nuk kem nevoj milionin natët, kem nevoj me adhon Partisë Demokratike kësaj radhe 50% me formu qeverien vetë, edhe presidentin me adhon kuj na do kuj prej partive tjera, se edhe po më na i dhon populli, beton në nëzët, më na i dhon populli edhe 60%, 70% nuk e votoj presidentin prej Partisë Demokratike të Kosovës. Se nuk ka demokraci. Nuk e votoj. Për zotin e madh, nuk e votoj presidentin prej Partisë Demokratike të Kosovës, që ofse na voton populli 70%. Se nuk ka demokraci. Demokracia është kritika ndaj Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu që unë me dëshirën më të madhe e kisha dhënë dikuj tjetër prej LDK-s ose AK-s presidentin. Ose krejt dikuj nga popullit e kisha thonë zgjat me vetë. Se s'ka demokracia aty, në atë vend ku ti fiton 50% mjafton, është 100% me udhëheq vendin. Mjafton është 100% se ti fitosh 50%. Se ti qeveria për mi u kry institucionet e ki në dorë. Që po të vytja, po do me bo sikur Kim Jong-in Korea tja. Nuk ka më demokracia aty. Aty është totalitarizëm, bën çka dush, të arrestojnë e ty pëse makina aty, pëse me të arrestojnë e ty. Do të me pas provë, do të me pas fakte, do të me pas kritik. Nuk shka në jashtë, ku ke po? Nuk ka nësë një vend botë, sa të herpe pojna, që edhe komunizmi i Shqipërisë dalën me këto që përdu me bë Albin Kurti.
Bina i ka hop 110 fabrika në Verhoxha, në të vaktit i ka shtru miliona kilometra. Ky sans ka vo. Na nuk jena dele. Më shku mas tina. Qëndrojmë ka shumë knaqësi me diskutimin.